Të dashur teleshikues, mirë se takojmë sërish së bashku në intervistën e radhës. Sot kam kënaqësinë të bisedoj me një nga zërat më të angazhuar të komunitetit rom në Maltëzi, Elvis Berishan. Atëherë me te ne do flasim për përpjekjet e tij, sfidat, rrugtimin dhe arritjet dhe mbi të gjitha vizionin për të ardhmen. Ai është gazetar, aktivist, studios dhe themelues i organizatës Ecni me ne si dhe i platformës mediatike Romanet. Nëpërmjet punës së tij shumë dimensionale, ai ka ndikuar në promovimin e të drejtave të njeriut, edukimin dhe përfaqësimin e barabartë të komunitetit rom në shoqërinë malazeze. Elvis, unë të falenderoj shumë që ndave kohën të bisedosh dhe të shohim edhe vizionin tuaj. Faleminderit, mirë se ardheni te Romaneti dhe te organizate e rinive romëve tjonë. Atëherë si fillim, ju keni lindur në Podgoricë dhe jeni rritur. Duhet të di pak a shumë se si ka qenë fëmijëria juaj. Unë jam rritur në Podgoricë, jam deri në moshën 4, kem banu me familjet jonë në një vend vogël, në qytet vogël, si thirrët Danilovgrad. Por për 50 vjet jemi në Podgoricë, këto jam shkollu, jam kanë shkollën e mesme, mas të më thonë shkollës mesme, kam pa dëshirë me shku në fakultet, por shkolla e mesme në kokon shumë të më thonë e fort për me mujtë me vazhdu për fakultet, dikur ja kom fillu me kry dhe 14 vjetë shkollës të mesme, që për me mujtë për me shku në fakultet, dhe mas shkollës mesme atëherë ja kom fillu në fakultet për drejtat e njeriut, të më thonë departamenti për kriminalistik dhe kriminologi këtu në Podgoricë, në Universitetit të Maltëzi, dhe tash jam studime në magistratur në Universitet Mediteran dhe jam të punu dhe aktiv në komunitet. Dhe me qenë se i përmendet edhe ju që jenit në degën e kriminalistikës, përse faktikisht kjo drejtim? Kjo drejtim tash në është pak, do me thonë, pak e gjatë kjo sebepi, sepse kam dëshiru me shku në kriminalistik, por sikur që thash deri në moshën 4 jam kanë me familjet e një vend që thirrët Danilovgrad, dhe si vogël 4 vjeçare kem pat një do me thonë incident atje në komunitet jonë, në mahall, dhe kam hetu që jemi kanë diskriminuar. Dhe masa ne shumë herë kam një që komunitetit rom janë maltretirum nga ona e poliset në Maltëzi, dhe kam pa dëshirë që me hinë në sistem policisë në Maltëzi dhe me pat, dhe me thonë, dion punat mira, që me punu dhe me kolegë në polici, me i kaldru që edhe në aram munëm për me punu këtë punë, dhe në tjetër anë edhe me këqyrë që është me zhvillu dhe komunitetin rom, që me besu që munëm për me punu në këtë punë, dhe mi afru një një tjetërt ma në gatë dhe dhe me thonë ata elementet e diskriminimit për mi eliminu. Por sa jam konë studime, kam pat mundësi edhe pak mu konë involvu ma shumë në sistemin e policisë, dhe kam pas sikur që po funksionon në realitet sistemi policisë, dhe me thonë drejten se më ka pëlqy, dhe unë konë pak do gjana që unë konë s'jon barazit me do principet e mija dhe do elementet që jam i rritu një shkollum dhe në shpe që thojnë vaspitum. Po, dhe atëherë kam thanë vetit, jo, kja punë vetëm mundet me bo problem për mu personalisht ma shumë, por në është edhe komunitetit, se sistemin e kem një loj që nuk është shumë që jep forca dhe rinive dhe poseb në atinve që vinë për komunitetit, sikur që është komuniteti rom, që me mujtë një me bo dëgjonat mira, me lon forca dhe rinive dhe me punu profesionalisht punën. Ajo është pika e parë.
kam pasi punën profesionalisht për me punu është shumë vështirë, shumë zërë, dhe atëherë kam dëshiru që të punoj sikur aktivist, punoj sikur gazetar, punoj në komunitet rom dhe një, do më thonë, këtë lloj punës kam lënë tash kontributën tem, besoj më shumë se me pa punu në sektor policisë. Dhe unë do të ndalem pak që në vitin faktikisht 2012 ju përfunduat shkollën e gazetarisë dhe pas e cilës edhe u angazhuat si gazetar në javorën Monitor. Atëherë duhet t'ja nisim nga këtu, me qenë se ju i përmendet edhe pak a shumë edhe pjesën e fillimeve tuaja dhe sa i përket edhe shkollës që jeni për kriminalistik, por duhet të pyet se si është angazhimi juaj edhe si gazetar, duke marrë parasysh që jeni edhe i pari që merrni hapin të jeni... Me ju kallëzu drejt, kur se kam pat në men dhe se kam besu që muj me punu një ditë si gazetar, dhe me thonë në ata ditë sa jam konë në shkollën e mesme dhe masi që kam kry shkollën e mesme, duhet me thonë që s'kam pat mundësi me punu kërkon, se kam pat regullumu në statusin në Malëzi, statusi do në me thonë se kam pat as pasaportën, se kam pat letrën e njoftimit, dhe që jam lind këto, kem pat shumë, do me thonë, probleme dhe se i kem regullu këta gjana, dhe me 2012 e kam kry shkollën për gazetar, jemi kanë 9 vetë që jemi konë në shkollë, dhe për këtinve 9 vetëve mua më kanë zgjell, kanë pa që më konë ma i aktivirume dhe jem konë ma interesum për këtë zënat. Dhe kërë kam pat mundësi për me punu në Monitor një vit e gjys, kërë ja kom nisë me fillu si gazetar, kam pa mundësi që zari i komunitetit rom se sponihet mes mediumit, mes gazetave që mundet për me më konë ma afer të publiciteti, ma afer të institucionet që punojnë me komunitetin rom, dhe kur t'ja kom nisë me punu si gazetar, tonat në komunitet rom thëshin, që gazetari, runish ka përthoni paratina, se ki nështi na qëtë në gazeta tonë. Dhe me thonë, mediumin komunitet rom nuk u konë shumë, si me thonë, aktual, nuk u konë populare. Por na masi që ja kem nisë me punu si gazetar dhe do problemet në komunitetit rom që jonë konë, ja kem nisë për me fillu që me fiksu, me ndreq, atëherë kanë pa dhe komuniteti rom që, dhe me thonë, mediumet nuk janë tonë atëherë ata që vinë edhe vetëm shkrujnë jo mirë prej komunitetit rom. Dhe kështu të pak e kem këthi syretin jo të mirë prej gazetarve të komuniteti rom, që me besu që edhe gazetarët janë njerëzit të mirë dhe dojnë me bost mirë, jo vetëm me shkru jo mirë për komunitetit rom. Atëherë që keni një bazë shumë të madhe mbi supe, kjo do e vërejmë edhe në vazhdim të bisedës son, nga që veprimtaria juaj nuk ndalet vetëm si gazetar, por keni edhe veprimtarinë në sedem, pastaj fondacioni për stipendin e romëve, projektet e Bashkimit Evropian, emisionet televizive, tregojnë pra një kalim të natyrshëm në aktivizëm përveç gazetarisë. Pra, si e kaluat nga gazetaria të aktivizoheni në disa gjëra, pra, a ka pasur ndonjë moment vetimtar që u ka kthyer fokusin tuaj drejt këtyre, le themi, aktivizimit? Dhe me thonë, gazetar dhe aktivist në komunitet, këta janë kombinimi dhe me thonë, dy lloj aktivizmit, se edhe gazetar kur jeni, jo duheni më konë aktivist, se në qoftë si nuk jeni aktivist, atëherë mendoj që nuk ka vlerë vetëm me shkru, me publiku dhe me kry në fund ditës obligimin tonë. Por për që ta që keni shkru, duhet me dhonë forca që ta arritim qatë cilë për shembull që dojmë për me mërije. Ko si kemi nëjë problem në komunitet, na e shkrujmë e publikojmë një atë problem, po atë nuk krihet puna e jonë. Atëherë vazhdon aktivizmi në komunitet. Atëherë vazhdon
mundimi jonë që me përvu me komunitetin, me i forcu, kanë jonë, e në tjetërën onë duhet me punu me institucionet, që atë problem që e kem zhvillu dhe që i kem publikua, duhet me këqyrë qish me misjel do gjana që për me pruat publika atë problem dhe me thonë për me eliminu tonat. As në një moment, as si gazetar nuk ndalë dhe me thonë puna jem, as në tjetërën unë si aktivist, kura as i herë nuk jam nalë për me punu. Dhe s'ka pat as një punë që mundet për me këthi adin që për me qitë me menu, unë e muj me punu në i punë tjetër. Kam pat mundësi, mas angazhimit në CEDEM, kam pat mundësi me punu në Ministri punëve t'jashtme dhe për punë të integrimit evropian. Dhe mas një vitit atëherë kam punu dhe në Ministri për Pakico, edhe drejtet e njerijut. Kam pat mundësi me këqyrë si që sistemi funksionon, ki aparati shtetit. Dhe më ju kalëzu drejt, jo që isëm ka pëlqi, po kom po që s'po muj me lonë kontributin tem ashtu si duon. Dhe me 2015 në atëherë jem këthi mrapa, në jo qeveri, dhe me thonë sistem, në organizate, që e kem pa fillu me do shok studentit për komunitetit Rom. Dhe prej si atëherë ku jam tash këto, jemi të i punu, kem pat shumë projekte, jo një loj, po shumë loj projektet kemi pat, kemi zhvillu me 2017 në portalin Romanet, se kam pa që mes tjerë mediumas kam edhe shumë mundësi që mu konë angazhu mu në tjerë mediuma, atëherë kem pru vendimi që t'ja fillojmë na, të punojmë na. Ashtu si dim. Dhe t'i mësojmë edhe tjerë gazetarët si me bërë raportet prej komunitetit Rom dhe jo me diskriminu, jo se mi pot do elementat diskriminimit, jo se si thojmë stereotip. Dhe menoj që jem të e punu tash një punë, nështë edhe jo dhe ka që shumë di shumë se nështë nuk din malëzit tonat për Romanet, po e në komunitet Rom me sigurit që në njofin. Dhe duhet të ndalim pak për projektet të cilat unë i ceka, po ashtu dhe ju i ceket disa, por cili ka qenë nga projektet që juve ju ka lënë bresa më së shumti dhe jeni të themi krenar për atë projekt? Janë kanë shumë, do më thëmë, projekte në cilat i kem punu dhe që kem pa që kem lënë një me kontributje realitet të komuniteti Rom, shumë kontribute, por në qofë si duhet, në është i tashtë që me përmend në i projekt që në konë pak, edhe personalisht jam pak ma krenar, është projekti që kam punu në Konik, në Podgoricë këto kem punu me komunitetin Rom, në legalizimin dhe tek shpijat e dhe më thonë komunitetit Rom, që i kanë maru ata dhe janë munu për familjet vetë, për me maru shpijat, por kur ja ka njëski procesi e legalizimit të shpijave, se kanë ditë se qështë përshkon këj procesi, se kanë ditë se ku duhen me shku, qëfar formulare për mi mush, ku mi dërzu ata formulare, sa duhet mu pagu, ku mu pagu, dhe në atëherë jemi konë, dhe me thonë, këj procesi ja ka njësë me 2018, edhe na si organizat, dhe me thonë, të rinive, se kem ditë këtë procesin, po kem po dëshire një mu komunitetit Rom, dhe atëherë kemi angazhu një advokat, dhe me thonë, një person që është i njofshun me këtë proces, dhe na ka mësu neve, atëherë aktivistët e jonë na jemi dalë në teren, jemi dalë në mahal, dhe me thonë, dhe kemi këqyrë ku janë komuniteti Rom që po dojnë shpijat e veta me legalizu dhe nuk po din qish për mi legalizu, atëherë na i kem një mu me tonat letra që ka nduft për mi të bue dhe ku mi dorëzu dhe jam shumë krenar se tash për shembull në qoftë si vjen ligji që duhet për mu prish do shpija, jo se mu ndryshu diqysh në mahale, atëherë këta shpijat dhe këta familje nuk munden të jesin pa shpi. Shteti ka obligim për mi dhonë një herë
tjetër, do me thonë, lokalitet ose shtëpi, dhe atëherë mundet për me aprish shtëpijat, derisa tonëve tjerëve munden me aprish shtëpijat dhe hiq pa i vetë. Dhe për këta jam krenar që kem punu me komunitetin rom, absolutisht jemi krenar që kem punu me rini që janë tasht shumë në sistem edukimit, dhe me thomë shumë tasht i kemi thmin ma shumë se që janë konë për para në shkollë fillore, në shkollën e mesme, dhe nështë nuk jem bashkë satisfikum me numrin e studenteve, por me thmi që shkojnë në shkollë fillore dhe të mesmen, absolutisht jemi krenar se kem lonë kontributën e jonë, kanë pa që na që po shkollohem, munem edhe me pat punën e mirë dhe minimu vetit, familjes tjonë, po për minimu edhe komunitetit. Ka të interesuar që ju anë drejtuar juve përsa i përket gazetarisë apo diçka aktivizmit? Absolutisht. Kur ja kem fillu me portalin Romanet, jemi konë, do me thonë, si rënia involvumun dhe kem pat dëshire me shkrua për problemave, por kem hetu që në komunitet gazetarët jo që spidojnë, po e kanë frigën prej tinve. Dhe tash na si komunitet rom, kur punojmë me ta, ata vinë vetë tek na dhe kallëzojnë edhe dhe thojnë kemi këtë problem. Na si gazetar mundohemi të këshyrim qështë t'i nimojmë, por jo vetëm për me shkru për problemit tënve dhe me publiku problemet e tënve, por dhe si organizat atëherë, organizat Pirna Menca, që da me thonë prej gjuhës së rome ecni me ne, dhe me thonë atëherë mundohem në mes organizatës që mi kontaktu institucionet, ose qeverin që me këqyr qysh të mundem të ndihmojmë dhe të eliminojmë këto problema. S'pa thom që jemi organizate që rregullojmë tonat problemet, po tonat problemet me siguri që njëherë i ndihmë, do me thonë, prej komunitetit tonë dhe mundohem të allojmë kontributën e jonë sa të mundem. Dhe problemet kur nuk kanë fund, kështu që kur kushtu ka mujnë deri tani ti përfundoj të gjitha. Dhe sa i përket praktikës në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe asaj për të drejtat e njerëzit, çfarë anët tuaj pozitive keni në lidhje me këtë? Pozitive, dhe me thonë, është që kam njoftu shumë me kolegët prej këto dy ministrive. Pozitive është që e kam pat shumë një mendime ma realitet, ma si që i kam kry këto dy vite në këto dy ministria, se përpara mendojshë që qofë si punonin ministri, jo mundin me kry tonat problemet, jo mundin me bo shumë gjana, me kontribu shumë të popullit, jo vetëm të komuniteti rom, po të absolutisht të krejt, dhe me thonë, komunitetet, por atëherë kam po shka është realiteti, që është një aparat shumë i komplikum, një administrative që, dhe me thonë, jo s'munë një vetë me mëri, dhe me thonë, do punat që mendoni që munë një mikri dhe kanë pozitiv, s'munë një përmi bo vetë, dhe kam po atëherë që puna në ministri është shumë e vlerësme dhe mundem, me realitet mundem për me bo, dhe me thonë, mi pat rezultatet e shumë të mira, por ata që janë krijetarët e ministrive duhen më konë me një lloj mendim, sikur jo, shumë herë kjo nuk është situatë. Dhe me thonë, se politikanë të vinë dhe janë krijetarët e ministrisë, ata i kanë do prioritete dveta shumë tjera, e na që vinë prej, për shembull, prej mahales, prej... Pak më poshtë të themi, po. Dhe me thonë, na që kemi komunikim me komunitet çdo ditë, na mendojmë tjetër qysh. Na se kemi do prioritete që thonë ata ka politika tjetër qysh, dhe atëherë atë kur
zbashkohen këta dy mendime jo njëjt, atëherë atë ka pak, që shme thonë, nështë i mas më kuptu dikosh keq, po këtu është atëherë, dhe me thonë, problemi që gjithë kush i ka prioritetet e vete, dhe unë e kam kuptu që nëse komuniteti rom do në mu zhvillu dhe me shku për para, duhet me pat do ministria dhe do persona prej komunitetit rom, por jo vetëm si punëtor, po edhe si kryetar të ministrijës. Se do vendime që vinë ka ona e kryetarve, janë shumë për komunitetin rom, dhe me thonë, serios për jetën e tinve, si kanë me jetue. Në qofë si naj kryetar nuk e din si jeton komuniteti rom, a i normalisht që do probleme nuk i këqyrë si kur probleme, po i këqyrë si kur çdo ditë, dhe me thonë, do sene që munem me jetu dhe me ta. Shumë vite jemi të jetu me do gjana që i kem marë si kur prej komunitetit rom, edhe si menojmë që vetëm komuniteti rom mundet me jetu me këta probleme dhe që duhet me jetu. E për qëta, pa thomë që komuniteti rom duhet me hinë në institucione dhe me punu normalisht, por jo vetëm me punu, po më konë edhe dhe me thënë pozitive me pru do vendime që mundën për minimu ma shumë komunitetit rom. Dhe qasja në këto pra si që është ministria dhe disa projekte të ndryshme, pra qasja në këto gjëra, atë ka ndihmuar të vetëdijsosh veten dhe të jesh më i qartë në kërkesat tua, se çfarë dëshiron për komunitetin tënd? Absolutisht. E kam pa në ministri për punëve të jashtme dhe integrimin e Europian, se Bashkimi Europian ka shumë, dhe me thonë, prioritete, ka shumë pare dhe mundësi për minimu, jo vetëm komunitetit rom, por tonëve neve që banojmë edhe jetojmë në Malëzi. Por kam pa që në qofë si na nuk dim që është për mi, dhe me thonë, për mi kërku ato fondet e tinve, se ata fondet kanë me jetë ashtot. Unë e shoh sot, për shembull, se shumë organizate jo qeverisë prej komunitetit rom, nuk e din këto procedurat si mi kërku prej fondave të Europan fondeve europiane. Dhe besoj që prej 2015 dhe i sot pak dhe prioritetat e mia i kam ngrue, se do me thonë ma shumë kem punu me rini dhe kem punu, i kem që për me mësu gjuhën anglishtën, që për me mujtë me mu zhvillu dhe me pat kontakt edhe me tjerë rini prej Evropës dhe me organizatet internacional një kështot. Dhe na tash sot, të me thonë si organizat, na kemi ma shumë, kooperime kemi ma shumë me organizate internacional, se që kemi për shembull ndaj ndihme prej ministrisë ose prej qeverisë tjonë. Dhe prej qati momentit, fokusimi jam atëherë konë në organizate, në rinin prej komunitetit rom, dhe e kem formu dhe portalin Romanet, por e kem formu dhe agencin për punim komunitetit rom. Por që ti të ndalesh në këto aktivizime dhe vetëm për sa i përket edhe studimit tënd nuk është e mundur. Pra keni qenë edhe asistent në shkollat rome dhe egjiptiane, në 3 shkolla, faktikisht fillore në Podgoricë. Si është aty eksperjenca juaj? Eksperjenca jam prej kësaj punës, dhe më thonë në konë se kam patë si funksionojnë shkollat dhe si funksionojnë komuniteti rom. Edhe që vi për komunitetit rom, kemi shumë lloj, dhe me thonë, prindve që i lojnë forca fëmijëve që me shku në shkollë mu eduku, po kemi do disa prindë edhe që nuk e këqyrin shumë realitet, dhe me thonë, këtë proces edukimit të fëmijëve. Dhe jam konë i angazhuar në 3 shkolla,
Në atë moment, kur jem konë angazhume në 3 shkolla, duhet me thonë që ja kom pa fillu edhe studimit, kam punu edhe si gazetar, dhe jem konë asistent edhe një organizate tjetër. I kam pa, do me thonë, 3 puna dhe studimet, dhe u konë shumë, do me thonë, zarë dhe fështirë, po kam pa të shumë dëshire të punoj tonë këta punë, kam pa dëshire të kallëzoj dhe tjerëve për komunitetit qellë. Ata munen, dhe me thmi që i kam që në shkollën, këta 3 shkolle, kam pat çdo ditë komunikimin me mësueset e TNV, dhe kam pat që edhe mësueset po dojnë për me ndihmu, po s'po din. Dhe mes me ata e kanë njoftu kulturën, do me thonë, ma mirë komunitetit rom, gjuhën e komunitetit rom. Kanë pas e disa gjana që si kanë ditë për para, ma mirë, edhe kanë besu që ma shumë që fëmija për i komunitetit rom kanë seriozisht problemet mas parti për me mësu gjuhën e malezese, dhe atëherë me mujtë për me shku edhe me pa do me thonë rezultatat ma të mira në shkollë. Shumë profesorat, do me thonë mësueset, nuk janë konë kur asnjëherë në mahall komunitetit rom. Dhe atëherë kemë organizue dhe tonët mësueset që i kanë pat në klasë fëmijët prej komunitetit rom, janë ardhur me mu në kamp ku banojshin ata fëmija që unë i qajsha në shkollë, dhe kur kanë pasi çfarë jetë kanë këto në Konik, masanej atër kanë pat dhe tjetër hecje, dhe me thonë sjellje mas këtënve fëmijëve. Kanë pat jem konë ma sensibilitet kanë pat ma shumë, kanë pat shumë marrëveshje ma të mirë me fëmijë, dhe i kanë ndihmu ma shumë që për mi kry dhe mi pat rezultatet ma të mira në shkollë. Me vërtet është një gjë shumë për të vlerësuar kjo pjesë, dhe tani do të ndalim pak edhe të kthehemi pjesës së gazetarisë, redaktor dhe prezantues i emisionit televiziv në Labirint. Redaktori i parë rom i një talk show në Maltëzi. Figura e parë rome që ka udhëhequr një talk show në Maltëzi, si lindi ky emision? Ky emision lindi mas një projektit që ka pat Centar za istraživačko novinarstvo me televizionin Vijesti, dhe unë jem konë i njëni prej personave që jem konë në training mes këtij projektit, por me ju kallëzu drejt, sikur tash që po bëjmë besed me juve një këto, të parin herë jam ullë në studio, dhe vetëm kanë thonë redaktor që unë jam gati për me mbajt emisionin. Kam menu që kam e pat në training, dhe me thonë me mësu pak se si duhet me sjell me mosafert, si duhet me sjell me kamera, me reflektora, me studio generalisht, po ata si jam ullë kështot në fotel, më kanë thonë, oke, ti je gati dhe ti mundesh për me mbajt këtë emisionin. Ju e dini se, dhe me thonë, deri tash për shembull rrolla është në herë që situata që kemi edhe komunitetit rom si musafir në studio, në talk show emision, por kur asnjëherë s'o ndodh që dikush ta mon talk show emisionin prej komunitetit rom. Dhe kur i muli s'pari herë, dhe kur o kri emisioni parë, kur i marrë mrapa në mahall, tonat më kanë pa, do me thonë, në televizion, dhe kam pa që ka pat shumë pozitive në komunitet, dhe tonat, do me thonë, më kanë vetë si jam hetu, si po hetona, janë krenar me mu, dhe unë jam krenar atëherë me vetin dhe me ta, dhe kam pa që ka pat shumë pozitive në komunitet. Mas kësaj emisionit në Labirint, kam pa dëshire me vazhdu, por s'ka pat mundësi, dhe me thënë, mes televizionit për mu vazhdu me këtë projekt, dhe në atë moment, na jemi ardhur atëherë me vendimin e jonë, që ta formojmë portalin e jonë Romanet, dhe në qoftë si s'munëm në mainstream media me punu, atëherë pa punojmë në media që formojmë na,
dhe kështu t'ja ka nis me portal Romanet fillimi. Atëherë, portali Romanet, më përpara ishte Romalitika. Romalitika, po. Aktualisht sa punëtor janë të angazhuar? Në këtë moment janë 3, punëtor angazhuar në portal Romanet, dhe unë i 4, po veten ma shumë jam kështot me ta për mi ndihmu pak. Na kem punu 5 vite gati kem punu volonterisht. Kem punu me vakt jonë sa kem pat vakt me shkru, me publiku, me ngjizu, se mundohemi në portal Romanet të publikojmë sa ma shumë do materiale që janë multimedial. Me ngjizu, me shkru dhe mu konë me foto, publikim. Publiku mund se janë, s'më me thonë shumica, po janë shumë njerëziu prej komunitetit rom që nuk e din me lexu, dhe atëherë na mundohem që sa ma shumë ngjizojmë dhe video formati është maj thjesht në komunitet rom, se mundën ma kollaj për me marrë vesh. Dhe kem pa të pak edhe jo problem po challenge sikur me i përkthin gjuhën rome materialin që e krejojmë. Se në Malzi, momentalisht jam i vetmi që është i angazhuar të përkthejnë gjuhën rome në polici, në gjyq dhe në çdo institucion. Dhe masi që ti publikojmë artiklet dhe materialin në portal Romanet, jam i vetmi që i punoj përkthimet në gjuhën rom dhe me obligimet e mia kam shumë pak vakt të punoj këtë punë dhe kam dëshire që në vakt që po vjen para neve që të kemi ma shumë rinin që janë të e përdor gjuhën rome, por jo vetëm me përdor, familje dhe në shpej ose në rrugë, po të përdorim në institucione, të përdorim në media, se gjuha rome është specifik gjuhë dhe gjuha rome momentalisht në Malzi nuk ka mundësi asnjë student të mëson gjuhën rome në shkollë ose në tjetër institucione dhe për këta nja luftojmë që gjuha rome të ishtë në sistem edukimit. Na tasht e kemi në sistem gjyqit, se jam i përkthyesi në gjyq dhe në polici, por duhem të kthehem një hap mrapa dhe gjuhën rome ta qesim atë ku e ka venin më së pari, ajo është sistemi edukimit. Dhe unë më ngjeletën të them edhe për sa i përket cilat janë planet dhe pritshmëritë tuaja për të ardhmen. Mi më kallëzun drejt. Planet e mia nuk i baj kur, caktimisht dishka, por planet vinë, se thojnë ata kështot ka ona punës, sot e kam një plan, nesër nështë i kam 3-4, mas nesër kthejnë në të parin plan, por ata që është me siguri është të zhvillojmë rinin mes organizatës, të edukojmë, të forcojmë, të jenë, si komunitet rom, por jo si komunitet rom, po të janë si komunitet prej Malit Zi. Absolutisht. Kemi dëshire që munem të aprojmë një generatere që ka me luftu për drejtet e njeriut. Mes këtinve drejtet e njeriut dhe me thonë edhe drejtet e komunitetit rom. Kemi dëshire që në vakt para nesh, kemi romet që janë involvum, dhe me thonë që janë angazhum dhe në politik, dhe në biznesi, dhe me thonë në çdo lloj tjetës në Malzi, se mendojmë që na si komunitet rom, jemi shumë vite, dhe me thonë, mrapa, por ata që punojnë me rini dhe këqyrin si po mendojnë rinia për komunitetin rom, këqyrin që ata, dhe me thonë, janë një me
dhe jo mrapa, po janë shumë përpara. Vetëm duhet për me dhon pak mundësi, me dhon pak dhe me thonë pak shtyjsje që me mujt atë kreativitetin e tënve, ata planet e tënve, mendimet e tënve të bojnë si realitet. Dhe me ardhna në këtë situate, na kemi nevoj për tonat, dhe me thonë, popullimet e në Malzi të nalojnë krah dhe kemi nevoj për institucione që në marrin vesh pak ma shumë, të kanë ma shumë sensibilitet dhe të në njohin pak ma shumë. Të në njohin kulturën e jonë, gjuhën e jonë dhe historikën e jonë. Jam shumë krenar që 3 vjetë jemi dhe këtë vjetë dhe vitin e kalumun, jemi një pjesë e një projektit evropian që merë pjesë dhe me thonë në Avgost, në Polaki, në Krakov, me rinin e jo i qojmë atje dhe me thonë deri ka 10 persona për komunitetit Rom dhe i angazhojmë në një program edukimit që e mësojnë historikën e Romëve me fokus dhe me thonë ka ona e ndeshjeve shka jo ndollë prej 39 dhe në 45 në vit. Se jam kënor që i kemi rinin prej komunitetit Rom që 3 vjetë jemi të i quë dhe të i angazhu një projekt europiane. Jemi pjesa si organizate i këti projektit dhe mësojmë ka ona historikës Romëve. Me fokus dhe me thonë shka ndollë prej 39 dhe me 45 ose shumë kush e din që dhe me thonë në sistem edukimit kur s'kam pat mundësi dhe sot nuk kena mundësi që ta mësojmë që edhe Romt ju konë viktimet e luftës dytë botore. Na jemi tash një organizate që kemi dëshirë dhe mendoj që kam u konë në vitet që po vinë para nesh edhe në sistemin edukimit historika e Romëve, special dhe me thonë ka ona e viktimeve Romëve prej luftës dytë botore. Rinia jonë duhet me ditë dhe tonat në Malzi duhet me ditë, sepse na i prujmë strategjijat dhe shumë do plane në Malzi të animojmë komunitetit Rom. Jo vetëm që po dojmë parminimu dhe që është kjo kushta e bashkimit Europian, por kjo është një lloj ta ndreqim një sen që shka ndollë në kaluar dhe të animojmë komunitetit Rom që ta është të me thonë mushnosh prej ata që kanë kaluar. Dhe njashtu kam dhe me thonë dëshire që kemi ma shumë Rome në polici, ma shumë Rome në institucione dhe mendoj që jemi të shku në atë rrugë, po që jemi të hecë kadale, por mendoj që duhet edhe na pak krejt bashkë të allojmë pak ma shumë forca dhe të hecim pak ma shpejt. Atëherë Elvis, mua më ngele vetëm të falenderoj, sinqerisht ishte një bisedë shumë e këndshme dhe të uroj shumë suksese në çdo gjë që bën. Faleminderit edhe juve për interesimin e juve dhe për mundësi ta bisedojmë në këtë temë dhe për këta rezultatet e una. Ju falenderoj shumë tonët prej redakcive dhe nashti me gjuhën tem Shqipe kam lonë kontribute, por se kam dhe me thonë, se kam su në shkollë, por e kam su prej familjes, prej shokve dhe menoj që kem lonë kontribute dhe për gjuhën Shqipe dhe në këtë moment, edhe ta lojmë kontributen në këtë loj dhe për gjuhën Rome në vatë. Sinqerisht, kontributet tua janë vetë vërtet për të vlerësuar. Atëherë të dashur teleshikues, ju falenderoj edhe juve për vëmendjen që dhanë mbi këtë intervistë. Ne shihemi në intervistat e radhës dhe mirupafshim.